Bëhet fjalë për një procedurë ligjore për formësimin e parcelave ndërtimore konform ligjit. Ashtu formësime të parcelave ne nënshkruajmë gati se në përditshmëri, jo vetëm ne si komunë e Tetovës, por çdo komunë kur parcela ndërtimore, pra është një pjesë e parcelës ndërtimore përfshin edhe pronë shtetërore. Në këtë rast, mbas të ligjit, s'baku 30% e parcelës duhet të jetë në pronë private që të ketë drejt ekskluzive investitorit të mund të blej në bazë të ligjit edhe çmimeve të përcaktuara nga qeveria të blej dhe pjesën tjetër. Përndryshe, këtë drejt e ka fituar që nga viti 2014, kur është bërë një pjesë e madhe privatizimit të asaj parcele, për më shumë që unë kam sqaruar në opinion që bëhet fjalë për një investim i cili në fund, kur do të përmbyllet si i tillë me infrastrukturën rrugore që do të ndërtohet aty, që një pjesë e konsiderueshme do ndërtohet në pronë private dhe cila sigurisht do të jetë për interes publik si rrugë, pjesë e rjetit të rrugëve të qytetit tonë, pra përsëri në fund të gjithë procesit, pra interesi publik do të jetë më shumë se sa ai interes privat. Kjo tokë që është dhënë përkohësisht pra investitorit do t'i rikthehet në periudhën e ardhshme komunës si infrastrukturë rrugore.